Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë është e gatshme për zgjedhjet parakohshme parlamentare, thot kryetari i kësaj partie Venko Filipçe, por nuk zbulon nëse ata si opozitë do të kërkojnë që ato të mbahen bashkë me zgjedhjet lokale. Sipas tij, gjendja në koalicionin qeveritar, sidomos pas lëkundjeve brenda Vlenit, qeveria nuk është e qëndrueshme, andaj ka shumë gjasa për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Навистина коалицијата е нестабилна и не функционира добро. Во различен временски период, прилично краток, диаметрално спротивни ставови во однос на тоа дали ќе има или ќе нема предвремени избори, што го ставам во контекст на односите во рамките на коалицијата. Дека не функционира таа коалиција, како ќе се одвијаат тие работи во коалицијата, ќе видиме, тоа е нивна работа, меѓутоа јас сум спремен да разговарам со апсолутно било која политичка партија. Për zgjedhjet parakohshme në konferencën në Ljubljanë, foli edhe ish-ministri i jashtëm nën kryetari i BDI-s Bujar Osmani në kontekst të procesit eurointegrues. If North Macedonia holds early elections this year, because then we will open our first 4-year reform window in the last 2 decades. Dje kryeministri Mickovski në seancë për pyetje deputetësh nuk precizoi nëse planifikojnë që bashkë me zgjedhjet lokale të mbahen edhe ato parlamentare. Duke u përgjigjur deputetit të LSDM-s Mitko Trajçuleski, tha se do ta pranojë përgjegjësinë për Koçanin pasi të zgjidhen edhe rastet për spitalin modular, Llaskarsën dhe Besatrancin dhe se atëherë do të kërkojë besimin e qytetarëve. Се ќе решиме сега. Откако ќе го решиме, тогаш ќе побараме пред народот доверба да видиме дали ја заслужуваме ние или можеби вие или некој трет. Sa u përket përgatitjeve për zgjedhje lokale, Filipçe theksoi se në zgjedhje do të dalin me koalicionin e LSDM-s, ndërsa pyetjes nëse ka mundësi për bashkëpunim me Taravarin, tha se gradualisht po bëhen iniciativa për negociata. Kryetari i qendrës Goran Gerasimovski, i pyetur nëse do të garojë edhe për një mandat, tha se ende po bëhen anketa dhe se pret që gjatë javës së ardhshme të sillet vendim.